që mund me andalu listës së ka votët. Jo, se ka ndalu. Prandaj zgjidhet një president me 10 vota, non, falni, edhe një në NATO Arqiqit, me 10 vota të sërve edhe e bojnë tukë. I thujnë, ty të kanë gjithë sërë, po qka ka lidhje që të kanë gjithë sërë? Nuk ka në sistemin Kosovor, bile është e dëshirueshme integrimi i pakicave. Jo, veç hali që prap nuk i ka, si duhen aty 76 që po i llogarisim edhe ata, se ata në një rrethon hipotetike edhe mund të qëndrojnë në sallë, edhe mund të votojnë pro, prap i duhen edhe 4 numra tjera për me bo 80-shin, për me qenë të pranishëm. Zër ka deputet të cilë t'janë Qëri ka po zonja Osmonja, kujtohet zonja Fatime. Po, e di që hajde thuje. Po, gjithmonë ka pas lëvizje deputetësh. Gjithmonë ka pas, përshtojemi shumë të vedim. Na i kemi thonë trafikim atë, po të shpëta qëtë guja. Ka nejtë zonja Reshita, ka nejtë edhe zonja Grainca. A konstruktivitet. Jo, se unë nuk i di me qëfar arsye ato janë këthy, po ka nejtë edhe zoti Begjet Pacolli, njëjti nuk është bo pjesë asë një grup politik, po ka qëndru për shkak bindjeve ti që i ka pas në atë ko prozonjës Osmani. Do me thonë ka pas deputet cilë ka vendos me qëndru në salë. Na s'pe e muhojmë ta, ma kjo për doket pak dëshirore. Unë uroj që kështu me ditë këtë skenar është mirë me që zonjën Osmani më shme diskutu edhe Albin Kurti, kolegë, nuk munden me akuzu ose me fajsu opozitën. Kjo ka ro. Sepse e ka në dorë zgjedhjen e presidentit ama kur ti teket. Sonte 12, nesër 7, mas nesër 12, Albin Kurti dhe vetë vendos që mujnë me marë aminin që thëjmë të na, e deputetëve të opozitës. A dini pse? Opozita pajtomi që se ka tagrin me shku në zgjedhje. Nuk e ka. Sepse e din që praktikisht mund me pësu edhe ma shumë. Se so ka pësu. Për arsye se ndërkohë, as ka dëshmu leadership, as guxim qytetar, s'po guxon me folë, opozita sash me pe Albin Kurti s'guxon me qelë gojnë. Nuk guxojnë me thonë ka dalë se kuvendi Kosovës ka 120 deputet. Nuk guxojnë me thonë. Nuk guxojnë me thonë që Albin Kurti peshkil kushtetutën. Shiko, Albin Kurti nëse nuk e man deri në 12 notës. Pas mas, Milledhje nëse nuk e thiju Albunin Agjiv, me njëherë vendin në shkelje kushtetuese. Me njëherë, me automatizm. Jo, Halil, ata me thirë kanë me thirë seancën se janë të obliguar. Jo, me pesë është edhe thirur për... Zonja Agjiv, tha që nuk e thiju seancën. Për epopin është e thirur me pesë. Aty mund t'jetë një seancë tjetër.